prandaj do duhet që të kishin kujdes, por njëkohësisht edhe institucionet e shtetit të jenë më të kujdesshme në këtë aspekt sa i përket kontrollit të ndryshimeve të çmimeve. Gzim, si qëndrojmë si media në përgjithësi, sa japim hapësirë edukimit të drejtë që është islami, sa vlerësohet islami në përgjithësi në mediat në Kosovë, si të duket si profesionist? Nëse flasëm për periudhën e fundit, besoj që mediat kanë një reflektim dhe kanë hapësirat mjaftueshme sa i përket tematikave. Duke bërë krahasimin, sepse diku ka qenë ndoshta kushtimisht edhe duhet them e ndaluar. Në realitet nëse to është edhe problematika. Nëse kom shqiptar dje që islami ndër ne është me shekuj dhe ka rol këç në identitetin tonë edhe kombëtar, edhe kulturor, edhe shoqëror, në gjitha hapësirat shqiptare, por dje që mandej do të thotë regjimi komunist ka dominuar në shtetin shqiptar në Shqipëri, por edhe në Kosovë ka qenë regjimi komunist, përveç që ka qenë regjimi komunist i Titos, njëjtën kohë ka qenë po themi edhe vend i pushtuar nga Armiko, në këtë rast nga Serbia. Dhe se duket ky aspekti komunist në një farforme ka bërë një shkputje të identitetit fuqishëm që kemë pas në ndër shekuj me islamin. Dhe mediat pas lufte, një pjesë e tyre kanë pas një lloj fobie dhe e kanë nxit një lloj islamofobie, qëllimshme apo të paqëllimshme, mbetet të hulumtohet kjo pjesë, dhe si duket ky rikthimi i gjeneratave të reja nga besime, nga vlerat fetare, ka qenë shqetësues për një pjesë të atyre që e krijojnë opinionin publik. Por me kalimin e kohës është vërejtë që kjo është vetëm një vlerë në shoqërinë tonë dhe besoj që është për lakmi edhe nga vendet tjera që janë më të zhvilluar në këtë rast Bashkimit Evropian, sepse ne përvrim që në shumicën e vendeve po dominon pjesa materiale, por po mungon kjo pjesa shpirtërore. Pikërisht Ramazani është ky elementi që në një farforme disa tradita që i kemë pas shumë pozitive në shoqërinë tonë, por i kthehen me muajin e Ramazanit. Vizitat familjare janë shumë të shpeshta, mandej do të thotë aspekti një parafrime, një unitete, është madhështor gjatë Ramazanit, dhe këto vlera do duaj mu përçua edhe nëpërmjet mediave. Edhe kjo emision besoj është në këtë funksion, jo përgëzoj për këtë emision. Nëse shikojmë mandejt në jo, po bëj edhe unë krahasimin, sepse dikur ka qenë pak më komplikuar, edhe unë si vlerë ndoshta me bo intervistat të tilla, sado që mundohesh me nuk jemi ne këtu për me eduku popullin, por një farforme edhe mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në atë se çka transmeton. Po, absolutisht. Do thotë në realitet shpesh nëse mediat nuk kanë krijuar një hapësirë të tillë, është keq përdorur mandej hapësira nga grupet e tjera të cilat ndoshta nuk e kanë përçuar atë mesazhin e mirëfillt të islamit, të agjerimit, por kanë devijuar nga mesazhi hynor. Unë po besoj që viteve të fundit është kuptuar që nuk ka asgjë të keq nga besimi dhe nga vlerat fetare, edhe vetë statistikat e fundit tregojnë që në Kosovë mbi 97%, 98% janë besimtar dhe mediat mandej kanë një obligim social që në realitet këto vlera t'ju jepet hapësira e duhur. Viteve të fundit ka një reflektim shumë pozitiv, në përgjithësi me gjitha mediat, ka përjashtime të vogla. Në anën tjetër është baraz, atë duket që ka edhe sulme, njëjtën kohë, njësoj sikurse nëse i krahasojmë vitet të mëhershme, besoj që janë reduktuar këto sulme viteve të fundit. Edhe një element tjetër është që tani me kemi disa media që janë profilizuar, që kanë program vetëm për aspektin fetar, dhe ne jetojmë në pluralizëm politik dhe pluralizëm medial, dhe kjo është e mira krejt këtij sistemi të vlerave, sepse sot njerëzit nëse kanë interesim që të kenë më shumë informacion për fen, kanë media që ekskluzivisht japin informacion për fen. Por edhe media tjera do thotë që dominon lajmi për politikën, për kulturën, për arsimin, për zhvillimet e përgjithshme, do të me kriju hapësirën brenda këtij programi për vlerat fetare. Ashtu si që jemi për shembull ne si ATV, që mundohemi një model i mirë, është, domethënë është shumë normale, thamë edhe pak më herët, është mënyrë e jetesës, varet se si njeriu e përcakton. Është interesant se na dhe popullin e kemi shumë të mirë, unë mendoj. Tashti secili prej neve në shoqërinë e vet ka dikon që i takon një feje tjetër, edhe
bile bashkë me ata i kemi kalu edhe Ramazanet, iftaret, edhe ata gjithmonë na bashkangjiten për shkak kur organizojmë ndonjë iftar. Unë gjithmonë kom pas në shoqëri dikon që i ka taku një fest tjetër, prej studenta ndoshta. Edhe ne jemi kujdes për ata kur ato ditë që ata i kanë pas cilës do fej që i kanë taku, sa ato format e veta të agjerimet më kujtohet, po për shembull të premteve, ka qenë disa prej shokëve tonë që nuk kanë hongër mish, edhe më kujtohet që kur kemi shku në mens, kur ka qenë e premte që gjithmonë ja kemi kujtohet, mos u habet, atë se sot nuk i me marë mishën, ose e kundërta. Isha pas qef me i kujtu disa ko, me qënë se veç Liriana filloj, sepse ju jeni shok që nga 20 vite shok që i jeni edukuar bashk, po pastaj edhe profesionet ju kanë ndarë një farforme, po kujtimet i keni bashk që nga koha e studimeve. Gjithmonë, do më thonë, ato problemet është që i kemi pas ku me boj iftarin, që shpesher ndoshta jemi mbledhë në për shtëpia ose në për lokacionet caktume ku na kemi frekuentu ma shumë, tash këtë pjesë e kemi pak ma të thjesht se për një me për çdo ditë ma tepër po përjetohet ma mirë, ma ndryshe, edhe ma letë po bëhet faktikisht për me i kalu këto iftara bashkë, qyshe përmeni edhe profasat që tash ti ka organizime në për restorane, në për lokalet, ndryshme në për hapësirat ndryshme, në qoftë se nuk e marrin parasysh edhe këtë pjesën që çmimet kanë njerë për një me ju shumë të larta. Në anën tjetër, në shoqëri tona, unë e kam për shkak dritonin, po du pa tjetër me përmen se ma ka dhënë fjalën që ka me agjeru, një ditë se gjithmonë na e hajmë drekën bashkë, edhe tash të folshim çka do me bëj tash me kon të më hangër drekën, ja, tash do du ma agjeru me juve, s'ka problem hiç se du mu solidarizu me juve. Ndërkohë, vlera kjo çështja e mediave se secili e shen atë formën e vet, edhe unë tash pri profesionit tem, mediat normalisht e kanë një impakt shumë të lartë edhe shumë të mirë edhe forma se qysh kanë avancu edhe qysh mediat sot i trajtojnë fetë, kulturat, njerëzit, qysh e servojnë, atë në krejt është në rregull. Në anën tjetër në përgjithësi, mediat edhe televizionit e kanë bën ndoshta pak më të vështirë këtë agjerimin, muj me thonë. Në qoftë se për shembull e shohim para 50 viteve, programe televizive janë mbyllur ose kanë përfundu transmetimin në orën 11, në orën 12, në orën 23 ose 24. Tash 24 orë kemi vazhdimisht që ka me po në për televizione. Sa ma shumë që rrim për televizionit edhe për ballë televizionit, kjo do me thonë që na nuk rrim veç, ashtu po kemi për diçka hojmë, diçka pim, diçka kritë kohën, kështu që vazhdimisht trupi jonë merr materie ushqyse gjatë kësaj kohe. E ma herët ndoshta ka qenë që të aspekt ka qenë pak ma e lehtë se trupi në një farforme ka qenë i përgatitur që për disa orë të tëra hiç mos me marr ushqim. Tash ti çato orë kemi shumë atë kufizume. Në qoftë se muj me thonë se s'po du me thonë që janë televizionet fajtore, se na mujme edhe me ndërprej programin televiziv. Mirë, po në momentin që ajo na servohet, faktikisht na mandena jemi të tillë që kanjeri nuk jemi edhe shumë të vetëdijshëm sa ka kalu ora ose gati është bo mëngjezi, edhe na jemi halo para televizionit ose para telefonit, për rrjetet sociale, e këto do më thonë e kanë qatë par impaktin e vetë, me thonë, në atë stilin e të ushqyrit e kon fjallin, se jo asnjëherë në ato se çfarë impakti ose çfarë rëndësie ka në transmetimin e informatave, mirë po, në këtë cilin e të ushqyrit mediat e kanë atë ndikimin e vetë, që ndoshta nuk është edhe shumë i diskutueshëm, por kur vjen Ramazani na kujtohet që e ka sidoqoftë e ka qatë ndikim. Çfarë mendimi i ke se Anti? Jo, në fakt edhe kur e pranova ftesën për emision, më dolën para disa momente nga e kaluara, fillimisht nga fëmijëria, përderisa është një ritual i veçantë në Ramazan, sikurse është namazi i teravive, edhe duke qenë rritur në pjesën veriore të Mitrovicës, do të thonë edhe në kohën kur ka qenë ora policore, do të thonë kemi të kalu vështirësitë për me shku me kry si aktivitet, duke synu shpërblimin, duke synu që të bëjmë më të mirë. Po ashtu është një moment i veçantë koha e syfyrit, sidomos ai uniteti familjar që krijohet edhe gjithmonë në Ramazan i mbajmë, edhe i kujtoj edhe shumë herë edhe na bjen tash mi përjetu edhe pse normal kur jetojmë darës, megjithatë tregimet e babit në kohën e syfyrit që janë edhe mësime të mira, po ashtu edhe me humor që sjellin energji shumë pozitive, dhe gjithashtu me qenë se e përmeni edhe profesoresha që njihemi ka herë, më kujtua që takimet e para edhe me gëzimin, e kemi pikërisht në muajin e Ramazanit, jemi njohur kur kemi filluar edhe aktivitetet e para studentore të cilat kanë qenë shumë të dobishme. Po në studimeve. Po në studimeve në muajin e Ramazanit. Në fakt
me doktoreshën jemi edhe më herë sepse vim nga njëjti qytet, megjithatë me gëzimit jemi taku në pikërisht në muajin e Ramazanit, kur kemi filluar aktivitetet e para studentore si të rinj, aktivitete që i kanë kontribuar shumë jetës studentore në përgjithësi në vend. Zima për e vullën, me qënë se po flasim pak më shlirë qitash. Për jetimet janë të ngjashme, mos me qenë përsëritje, kem posë dhe organizime tiftarëve të përbashta me numër, po themi, shumë atë madh. Sa keni pasur mundësi me kontribu në këta aspekt, duke pasur parasysh që jeni të angazhuar se cili veç e veç në pikat e juja? Po, në kohën e studimeve gjithë kena qenë sigurt më të lirë, dhe në realitet në kodër të aktiviteteve e kemi realizuar këto organizimet e iftareve, por kanë qenë vetë organizim dhe në shumicën e rasteve ka qenë, po themi, ai uniteti dhe aja fryma sociale si rezultate dhe iftarit përbashkët dhe najave të përbashkëta. Në realitet ka posë edhe aktivitetet të ndryshme si organizim që kemë bërë gjatë gjithë vitit, që ka qenë kryesisht tribuna, konferencat të ndryshme dhe ju kanë dediku tematikave dhe problematikave me të cilat janë ballafaqu gjeneratat e asaj kohe. Si të duken gjeneratat sot, studentët e tu për shembull? Po, në përgjithësi, gjeneratat e reja kanë avancu në shumë aspekte së rezultate dhe zhvillimit teknologjik dhe e vrem që ka një perspektivë shumë atë fuqishme se sa gjeneratat e më hershme, kanë qasje shumë ma shumë kritike, mësimet e tyre janë shumë ma shumë edhe logjike dhe kritike, dhe kjo besoj që është pozitive, dhe ajo që është ma madhështore është që nëse po flasëm tani me edhe për vlerat fetare të gjeneratat e reja, merret ka qenë një perceptim i gabueshëm që besimi fetar ndikon negativisht në karrierën e individëve të caktuar dhe mund të jetë element që në një farforme stagnon njerin me përparu. Tash të gjenerata re e vrejmë që në shumë fusha, pikrisht ata që janë fetarë, që janë praktikus të fesë, janë model i suksesit. Veç mas në fushën e programimit, në fushën e teknologjisë, por pa i përjashtu edhe fushën e mjekësisë, inxhinierët, ekonomistët, pra në realitet feja është vetëm një motiv, shtesë që ata të arrin ambicjet e tyre në jetë. Kjo ka ndodhur këtë si rezultati asaj që feja me herët është perceptuar më shumë vetëm si obligim fetar dhe si rit fetar, por në mënyrën që gjenerata e ka përqafu si sistem jete, atëre e kem pa vlerat e vërteta të besimit. Mendon që është sekreti këtu që të përqafohet si sistem jete e jo si vetëm si rit fetar? Unë besoj, po pikrisht kjo është ideja, do të thotë nëse besimi është sistem jete, atëre do të thotë rezultatet do të jenë të jashtëzakonshme dhe kjo kërkohet edhe për rritje fetare, se nëse shikojmë rritjet fetare, brenda ditës maksimum me kërku 20 minuta për kushtim, ndërka që 23 orë tjera mbesin që të shndrohen në sistem jete. Veç mas në kohën që ne po jetojmë gjithë jemi dëshmitar që fatkeqësisht dinamika jetës, zhvillimi teknologjik po dominon të ne materialja. Dhe shpeshherë përvrim që materiale nuk është ajo që sjell lumturinë të ne. E vetëm një mënyrë me bë balancimin mes materiales dhe shpirtërores janë pikërisht besimet fetare, vlerat fetare, pa marrë parasysh cilët besim, secili është i lirë, sepse njeriu në esencë është i lirë nga vetë Zoti mu përcaktu për besimin e tij. Tad? Në fakt, krejt mesazhet që përcjellen përmes Ramazanit në mënyrë unanime vijnë tek arritja e devotshmërisë. Pa marrë parasysh bindjet fetare, nëse flasim për devotshmërinë si vlerë, edhe për devotshmërinë që do duhet ta posedonte secili person, konsideroj që është njëna prej vlerave më sublime. Po ashtu kur flasim për humanizmin, për solidaritetin, për bërmirësinë, për një lloj nevoje të meditimit edhe një lloj vetë reflektimi personal, janë vlera që kërkohen në aktualitetin e tanishëm, pastaj konsideroj që gjitha këto mesazhe që përcjellen edhe përmes Ramazanit, pa marrë parasysh cilës fe i përket secili person, janë vlera që duhet të përqafohen dhe natyrisht janë vlera që do duhet secili të kishte në personalitetin e tij. Ilirian, duke pasur parasysh si njëjtë si Saadi edhe Gëzimi që keni kontakt me student, me rini, si të duken ty nga këndvështrimi jot si një doktoresh dhe profesoresh? Na, gjithmonë kur t'jemi në takime kështot me Saadin, me Gëzimin... Sigurisht keni diskutimet njëjta? Gjithmonë, edhe normalisht ndoshta pse ato aktivitetet tona të përbashkëta kanë filluar pri kohës studimeve për brenda një organizate studentore që
është quajtur paqja studentore, edhe cila ka qenë një periudhë unë shumë dina krenare për atë pjesë dhe për gjitha ato aktivitete që i kemi bo aty. Edhe përpa e të i kaluese, përpa pikë modestie me thonë që dhe personat cilët kanë qenë pjesë asoj organizatës që kanë udhëheqë ndër vite. Atë organizatë kryesisht janë, në atë ku kanë qenë studenta shumë të mirë dhe sot janë profesionista shumë të mirë, edhe ne vazhdimisht takohemi me ta, takohemi në rrugë, me disa nifemi normalisht ma gjatë varsisht sa kemi punu bashkë edhe me disa, edhe gjithmonë paqja studentore është një farë pike referente në paqja për të kujtohet për i paqjes e kështu me radhë. Kështu që se cili person mendoj është shumë e rëndësishme me zhvillu aktivitete studentore, se ndoshta është ajo koha për një me ma e lira, ma e mira, ma energjikja. Sa janë sot aktiv studentët me organizimet të tilla? Une ligjerojnë kolegjin Gjerman, kolegjin Heimerer, edhe une e shoh, nuk jo ndoshta të natyres tonë, po prapse organizimet studentore vazhdojnë. Kemi studenta shumë të mirë. Normalisht gjithmonë ka dhe studenta cilët janë ndoshta të një niveli pak ma të ulët, por për një me shpesher befasona. Në anën tjetër, mendoj që studentat e kanë në një farë forme, e kanë pak ma të letë qasje nda informatave. Janë shumë të bombardum, janë shumë të ekspozum nda informatave. Mësimet munden mi arritë, mësim zënja shumë e shpejt se përmes internetit, përmes një video, munden mi kuptu në brenda minutave një procese, funksione, reakcione, cilat në ndoshta me ditët tona o dashtë mi lexu në për libra dhe qasjen e kemi pas pak ma të vështirë. Po në anën tjetër, mandena kanë qasje në zhvillimin e karierës, në trajnime të ndryshme, kanë qasje dhe kanë mundësi për me zhvillu dhe me marrë trajnime edhe në formën online, do shta dhe për pa qenë prezent në për vendet të ndryshme të botës, kështu që si mundësi e shoh shumë atë mirë. Ajo në të e shfrytzu në formën e duhur edhe në atë masën e duhur, ishtë është halo ma tepër, se të e pas parasysh që të ekspozim që ka shtë ma ndaj krejt informata dhe krejt këtyre mundësive, do është ishtë me konë pak ma e madhe ajo. Stili si studenta në kohën tonë nuk kanë kalu shumë vite, po është shumë ndryshe, për një me ka ndryshu shumë. Edhe kjo qështja e asaj se kjo mënyra jetesës që ka ndryshu, se nëse është bo si një stil ose si një proces normal, ndoshta tashti, normalisht që është shumë e dukshme. Më kujtohet, tash nuk e di shumica e studentave nuk im kanë shumë mati, po menxën e frekuentojnë halo. Për shembull, kur kemi qenë studenta, kujtohet që me siguri u kanë edhe një punë shtesë edhe për personelin që ka punu aty gjatë Ramazanit. Na kemi shku në kohën e iftarit, që ka qenë koha e darkës, edhe mandena për syfyr, ata që kanë qenë agjerushëm, stafi atje e ka paketu ushqimin edhe na e ka dhënë me vete. Do të thonë atë ushqimin që normal ne ishte dashur me hangër në drekë, e kemi marrë me vete. Studentat një problem tjetër ka qenë se dhe qasje në ushqimit në orët e vona nuk e kemi pas shumë të kollajshme, edhe kushtet në konvekt nuk kanë qenë gjithmonë shumë të përshtatshme ndoshta për me përgatit ushqimi, kështu që jemi kanë të varur për çati ushqimit të menzes. Studentat sot si stil nuk e kanë ndoshta qaq vështirë, ku e dim që shumica e lokaleve dhe shumë lokale janë të hapura edhe gjatë natës, edhe në këtë formë, por ka njëherë vjen keq për disa studenta që ndoshta nuk janë të përjetuar dhe nuk janë të shfrytzuar mjaftueshëm këtë kohën e studimeve, se kjo koha e studimeve nuk do të thonë veç me mësu, veç me arrit sukses, normalisht ajo është prioriteti i parë, por në anën tjetër edhe socializimi, edhe kontakti me njerëz, tash kur ndala me mendu ndoshta kontaktet më të shëndosha edhe me personat që i kom pas në afatgjatë dhe në cilët në çfarëdo forme halo mu mbështet, janë persona kontakte me cilët i kom kriju në kohën e studimeve. Tu i përfshi dhe gëzimin edhe Saadin, ndoshta me thonë, po mendoj që edhe këta mendoj njëjtë. Se mandena ato kontaktet me njerëz edhe ato shoqëritë e kanë një par natyre tjetër, mendoj. Që gjatë studimeve duhet se unë inkurajoj si cilin student që në mënyrën maksimale me i shfrytzu edhe mësimdhënësin, edhe objektin, edhe mundësit që i kanë gjatë asaj periudhe. Në fakt, kur vinë kështu minutat e fundit të emisionit, jashtëzakonisht gëzohem kur kemi transmetu diçka të bukur të publikun. Në fakt, do doja që të zgjaste shumë më shumë, por e mira e kësaj është që me njerëz të qelluar, të duhur, kemi dhënë një mesazh për emisionin, për shikuesit e emisionit të Diela Vlen, e që po më pëlqen shumë thënia e Gëzimit, që kisha pas qef me përfundu, më falni, po që tha Gëzimi se ta
marrim një mesazh tamam, tha që Islami nuk është vetëm rit fetar, në momentin që e kuptojmë që është mënyra e jetesës, atëherë do të jemi të suksesshëm në çfarë do fushë që ne zgjedhim për jetën tonë. Kështu që gëzim të falenderoj shumë për këtë pjesë, po padyshim edhe Saadin edhe Ilirianën, të cilët në çdo fjalë kemi dhënë mesazhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e djela, vlen kënaqësi. Shikues të dashur, ishte doktoresha Iliriana, profesor Saadi dhe gjithashtu profesor Gëzim Qerimi. Unë ju falenderoj shumë që na keni përcjellur këtu në këtë pjesë qendrore të kësaj